Ai që beson Allahun dhe bën vepra të mira në këtë dunja e presin shpërblime shumë të mëdha të përgatitura nga Allahu kur dalin para madhnisë tij. Shpërblime që mendja nuk mund ta imagjinon, syt nuk kanë pa dhe as vesh nuk kanë dëgju për ato shpërblime. Thot Allahu në Kur'an: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Askush nuk e di çfarë kënaqësish e presin atë dhe si shpërblim për atë që kanë bërë. Andaj vllai dashur, mesazh dhe këshir për vete dhe për juve: mos e neglizho, mos e përçmo asnjë vepër, qoftë e madhe apo e vogël, qoftë haptazi apo fshehtazi, qoftë e rëndë apo e lehtë, se vallahi ka mundësi një gjë shumë e vogël të jetë shumë e madhe para madhnisë së Allahut. Ka mundësi që një vepër shumë e vogël nëpërmjet të asaj të arrish diçka shumë të madhe kur dalsh para madhnisë së Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos e përçmo, mos e përbuz asnjë të mirë, nëse është ajo edhe me taku vllaun tan i buzëqeshur. E lutim Allahun që të na bën prej atyre të cilët bëjnë vepra të mira me sinqeritet. E lutim Allahun që çdo vepër të mirë që kemi, të madhe apo të vogël, Allahu na e pranon. E lutim Allahun që gjithëve neve Allahu na mëshiron, në rrugën e tij Allahu na udhëzon.